Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, ka reaguar pas deklaratës tombuese të kryeministrit në detyrë Albin Kurti në tubimin e hapës të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve. Kurti, mes të tjerash, tha: "Ju e dini, unë nuk e jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetarë të cilët nuk dinë të punojnë mirë, apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk dinë dhe nuk duan punë, e as ata që dinë e nuk vjedhin." Për këtë deklaratë të tij, Musliu Shoshi tha se pikërisht Kurti është sinonimi i mos punës dhe hajnis. Shkruan Index Online. Albin, qytetari, nuk do t'i votojë ata që kanë dëshmuar se nuk dinë të punojnë mirë, apo ata që vjedhin. Pikërisht, ti je sinonimi i mos punës dhe hajnis, u shpreh ndër të tjera ajo në këtë reagim ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Kryeministri Social-Demokrate Fatmir Limaj ka thënë se kanë qenë të gatshëm si parti që me 3 votat e asaj të ndërtojnë qeverinë me kampin opozitar, siç tha ai, pa u bërë fare pjesë e saj. Ai në jehona politike tregoi në detaje për ofertën që i ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës në këtë drejtim. "Jam takuar me kryetarin e partisë më të madhe tashmë, ish opozitare PDK-s, Memli Krasniqi, dhe në takimin e parë një javë pas zgjedhjeve i kam ofruar bashkëpunim, duke thënë që Nisma është e gatshme t'i jap 3 vota në shërbim të ndërtimit të një qeverie nga kampi opozitar. Ju i keni votat tona. Ne nuk jemi të interesuar me marrë pjesë në qeveri, duam t'ju japim një shans që me partnerin tjetër më të madh të provoni të ndërtoni një qeveri të opozitës. Llogarisni në votat tona. Ne nuk duam të marrim pjesë në qeveri", tregoi Limaj, ti ke thënë kreu të PDK-s. Nisma nuk do të provokojë zgjedhje. Nisma nuk është e interesuar me 3 vota me marrë një përgjegjësi me dërguar vendin në zgjedhje, sepse nuk na takon. Ne jemi parti e vogël. Nëse nga ana juaj nuk ka një ftesë, atëherë do t'i përgjigjemi ftesës nga partia e parë, nga kryeministri në detyrë. Unë kam pritur deri në 2 ditë para konstituimit të kuvendit. Nuk ka pas asgjë serioze nga kampi opozitar. Sigurisht ka pas përpjekje, por asgjë serioze, shtoi ndër të tjera Fatmir Limaj.